Pas qëndrimeve të presidentes Gordana Siljanovska-Davkova për integrimin evropian të vendit, ku sipas saj Maqedonia duhet të përqendrohet në reformat dhe kriteret e Kopenhages, për kreun e LSDM-s Venko Filipçe janë teza që LSDM i ka mbrojtur prej kohësh. Sipas Filipçes, mosmarrëveshjet historike me Bullgarinë nuk janë kusht për negociatat me Bashkimin Evropian, por çështje bilaterale, ndërsa procesi i integrimit duhet të bazohet në reformat dhe kriteret e Kopenhages. Ai thotë se reformat nuk e rrezikojnë identitetin maqedonast, duke akuzuar kundërshtarët politik se po e përdorin këtë temë për propagandë dhe për izolimin e vendit. Për herë të parë dikush nga VMRO publikisht thot atë që ne si LSDM edhe në frontin qytetare përsërisim prej kohësh mosmarrëveshjet historike me Bullgarinë dhe puna e Komisionit Historik nuk janë pjesë e kushteve për negociata me BE-n. Kjo është çështje bilaterale, jo kusht evropian. Ne vazhdimisht sqarojmë se reformat dhe kriteret e Kopenhages janë kërkesa evropiane, jo çështje bullgare dhe janë kyçe për vazhdimin e negociatave. Reformat nuk e rrezikojnë gjuhën, kulturën apo identitetin kombëtar maqedonas. Nuk duhet të lejojmë që Mickoski me gënjeshtra dhe propagandë ta ndaj popullin, ta izolojë Maqedoninë për shkak të korrupsionit dhe ta lërë vendin si një qorsokak në Ballkan. Nga ana tjetër, VMRO-DPMNE akuzon LSDM-n dhe kryetarin e saj Venko Filipçe se mbështet kërkesat e Bullgarisë dhe vepron kundër interesave kombëtare maqedonase, duke i quajtur politikat e tyre të dëmshme për shtetin. Филипче и раководството на СДС се однесуваат целосно потронски кон Бугарија и официјална Софија. Веројатно, тоа го гледаат како единствен начин за доаѓање на власт. Но, актуелното државно раководство на прво место ја става сопствената држава Македонија, сопствениот јазик, идентитет и се што е македонско. Дека политиката која се води е во вистинска насока, неделава покажаа и истражувања на јавното мислење. Високи 80% се против вклучување на бугарите во уставот под диктат на официјална Софија. СДС мора да разбере дека со промовирање на идејата за бугари во устав не се става крај, туку само се отвораат низа на прашања и проблеми за Македонија. VMRO-DPMNE vlerëson se ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve në kushtetut nuk do t'i zgjidhin problemet me Bullgarinë, por mund të krijojnë probleme të reja për vendin. Ata kritikojnë LSDM-n për këtë çështje, duke shtuar se opozita nuk gëzon mbështetje të qytetarëve, duke theksuar se do të vazhdojnë të mbrojnë interesat kombëtare në procesin e integrimit evropian.